Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj. Ky është edicioni i 4 i ceremonisë gala, Topi i Art. Ju ftojmë të mirëprisni prezantuesit e mbrëmjes, zonjën Jonida Shehu dhe zotin Ardit Gjebrea. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në mbrëmjen gala Topi Art 2025. Futbolli na ka dhënë gjithçka këtë vit, që nga performancat e jashtëzakonshme e deri tek momentet që bën histori. Sonte do të zbulojmë më të mirët e më të mirëve. Do t'jemi mbrëmjen e sotme drejt për drejt nga skena e teatrit, operas edhe baletit, e cila sot do të shndërrohet në tempullin e yjeve të futbollit shqiptar, i cili në fakt na emocionon si asnjë gjë tjetër. Është kënaqësi e madhe që t'jemi me ju në këtë mbrëmje, ku do të nderohen të gjithë ata që i kanë dhënë kaq shumë këtij sporti, si në të shkuarën edhe në të tashmen. Topi Art nuk është vetëm një çmim, është frymëzim, është historia e një viti të tërë, e golave, e rekordeve, e ndeshjeve që na kanë mbetur pezull dhe të gjitha momentet që zemrat tona kanë vibruar në një ritëm, ritmin kuqezi. Sot do të vlerësohen futbollistja dhe futbollisti më i mirë i vitit të Abisnet Superiore. Do të vlerësohen talentet e reja, trajnerët që ndërtojnë ekipe, arbitrat që mbajnë drejtësi në fush, por edhe lojtarët e kombëtares. Me pak fjalë, mbrëmjen e sotme, ne do të vlerësojmë të gjithë ata që japin kuptim dhe forcë të gjithë komunitetit të futbollit. Faleminderit që jeni dhe ju sonte me ne, në këtë mbrëmje gala, ku janë mbledhur emra që kanë lënë gjurmë, figurat të sportit shqiptar dhe ndërkombëtar, personalitetet të medias dhe jetës publike, dhe sigurisht një falënderim e veçantë shkon për praninë e djemve të kombëtares që në këtë periudhë të ngarkuar kanë zgjedhur për të qenë këtu sonte, duke bërë këtë mbrëmje edhe më të jashtëzakonshme. Jemi gati? Ne ta fillojmë pra këtë ceremoni me ata që janë protagonistët e mbrëmjes, të gjithë të nominuarit për Topi Art 2025. E fillojmë me radhë: Berat Gjimshiti, Myrto Uzuni, Elseid Hysaj, Rej Manaj, Kristian Aslani, Mario Mitaj, Julian Shehu, Alen Sheri, Nazmi Gripshi, Klisman Cake, Naser Aliji, Bekim Balaj, Esat Mala, Baton Zabërgja, Mario Dajsinani, Devi Bregu, Emiliano Musta, Arbenit Gjemajli, Albano Aleksi, Abdurrahman Fangaj, Adnart Mehmeti, Jessica Ndoj, Megi Doçi, Arpiona Bajraktari, Giulia Gjindole, Edi Martini, Mirel Josa, Ivan Gvozdenovic, Edlir Tetova, Eugene Gjaja, Florian Lata, Kreshnik Cjapi, Emanuela Rusta, Ergis Arifi, Fabian Përndreca, Arlind Kurti, Eral Maksuti, Ambra Reshiti Klesta Ago dhe Albana Malaj. Mbush skena plot me yje. Janë të gjithë yje. Faleminderit të gjithë yjeve që kanë mbushur këtë skenë, së pari për punën e jashtëzakonshme, për pasionin, për sakrificat tuaja në një vit të gjatë, por mbi të gjitha për emocionet që na keni dhuruar gjatë gjithë këtij viti. Ndërkohë që do të ndjekim një përmbledhje të shkurtër të zhvillimit të futbollit shqiptar gjatë vitit 2025, ju ftojmë të akomodoheni në vendet tuaja dhe të shihoni mbrëmjen organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit.
flasim për çmimet që do të ndahen mbrëmjen e sotme, ato janë përzgjedhur nga sisteme të ndryshme votimi, nga komuniteti i futbollit shqiptar, ku bëjnë pjesë media, tifozët, trajnerët, por edhe arbitrat, edhe të tjerë. Në fakt ka qenë një proces i kujdesshëm, shumë transparent dhe i udhëhequr me shumë profesionalizëm nga Federata Shqiptare e Futbollit. Trofeu Topi Art në fund të mbrëmjes do i dorëzohet futbollistes dhe futbollistit më të mirë të sezonit në kategorinë Abisnet Superiore. Sipas traditës, trofeu do të niset nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe do të shoqërohet nga Lenida Halilaj, zëdhënëse e federatës dhe moderatore në FSHF Televizion, i cili transmetohet në aplikacionin Klani Im. Lenida do të në bashkohet në sken me trofet, por ka pak udhë për të bërë, në cilin ambient ndodhet trofet e arta. Mirëmbrëma Jonida, Mirëmbrëma Lenida. Të gjithëve. Unë ndodhem në Muzeun e Futbollit Shqiptar, mes momenteve më madhështore të futbollit ton në 120 vite histori. Edhe kjo mbrëmje, me trofet e Topit të Art që kam misionin t'ju sjellësonte, shkruan vazhdimsinë e kësaj historie. Objekti më i vjetër këtu në muze është kjo foto e vitit 1913. Ajo dokumenton ndeshjen e parë në historinë e futbollit shqiptar të luajtur mes ekipit Independenca të Shkodrës kundër një skuadre të ushtrisë austro-hungareze, me kohë, arbitër dhe rregulla loje, si asnjëherë më parë. Këto janë topat origjinal të viteve 30, 40, 50 edhe më tej. Ndërkohë këtu ndodhet dekreti mbretëror i vitit 1930 me të cilin u themelua zyrtarisht Federata Shqiptare e Futbollit. Mëtej ndodhet një dokument tjetër i rëndësishëm që është telegrami i FIFA-s që lajmëron pranimin e Shqipërisë si dhe proces verbali i Kongresit të mbajtur në Stockholm në maj të vitit 1932. Një tjetër pasuri e jashtëzakonshme është kjo foto e Ballkaniadës së vitit 1946 kur Shqipëria u shpall kampione. Ndërkohë kjo është certifikata e njëri për pjesëmarrësve, portieri i parë i kombëtares shqiptare, Giacomo Pozzelli, një italian me një histori teje dramatike për shkak të regjimit të kohës. Për dashamirësit e futbollit modern, fanella origjinale e legjendës së futbollit Sulejman Demollari. Këpucët e golashënuesit më të mirë të kombëtares Erjon Bogdani. Këpucët e Nedim Bajramit, me të cilat shënoi golin më të shpejt në historinë e gjithë europianit pas vetëm 23 sekondash lojë kundër Italisë. Dhe këpucët më të reja, ato të Rej Manajt në ndeshjen historike ndaj Serbisë. Lenida, të falenderoj për këto thesare që na zbulove, po si mund të vizitohet ky muze? Muzeu është i hapur për të gjithë. Kushdo që dëshiron ta vizitojë muzeun mund të organizohet në grupe dhe të rezervojë në adresën e emailit muze@fshf.al. Ndërkohë, Lenida do të vish direkt në Teatrin e Operës të Baletit apo do të kemi një lidhje tjetër nga Tirana? Po pse nga Tirana? Kam një destinacion tjetër ku më pret një udhtim shumë i veçantë. Mezi presim ta zbulojmë. Në fakt. Okej, një makinë të tillë ne nuk e kishim. Është për Topin Art, jo makinë dhe për vajzën e Art. Ne kemi vezën e Art, AIBA, do me thënë veza e Art, AIBA. Okej, për momentin jemi tek Topi Art. Po t'i gjova e Art, unë AIBA të them. Ndërkohë ka ardhur momenti të zbulojmë se kush janë golashënuesit më të mirë të vitit. Nëse i qëndrojmë shpresë që sulmuesi peshohet me gola, sa të tillë ka shënuar këpuca e Art për djem? Shumë duhet janë, po. Gjithsesi, është kënaqësi e veçantë për mua tani që të ftoj një nga yjet e futbollit në botë për të dhënë pikërisht këtë trofe, këpuca e Art për djem. Shumë kënaqësi të ftoj në sken Esteban Cambiaso. Me një karrierë të jashtëzakonshme në Europë, është një nga mesfushorët më të rëndësishëm të futbollit modern, duke shkëlqyer veçanërisht me Interin, ku fitoi 5 tituj të Serie A dhe Ligën e Kampionëve në sezonin historik 2009-2010. Pjesë e Real Madridit, Leicester City dhe Olympiakos, ndërsa me Argentinën ka regjistruar mbi 50 paraqitje. Esteban Cambiaso. Mirëmbrëma, zoti Cambiaso. Mirëmbrëma. Çfarë keni dëgjuar për futbollin shqiptar dhe a ju ka rënë rasti që ta ndiqni? Cosa ha sentito per il football albanese e ha avuto il caso di seguirla? Buonasera prima di tutti. Mirëmbrëma. Para se të gjitha, faleminderit për ftesën. Për sa i përket futbollit shqiptar, unë kam ndjekur shumë futbollistë që kanë luajtur në Itali dhe në pjesë tjetër të botës. Prandaj janë shumë të njohur në Perëndim.
livello locale non seguo tanto. Nivelin lokal nuk kam ndjekur shumë në kampionate, por kombëtaren, por edhe për trajnerët italian, edhe për Silvinjon, edhe Paolo asistenti i tij. Mi fa sì che vi seguo e vi Ne faccio un ju grosso in ndjekim bocca të al lupo. gjithë Good dhe luck juroj fat të per la gjithëve partita di marzo o dhe per juroj le fat partite për në di mars, marzo. për ndeshjet e marsit, dhe shpresoj të ishin ndeshjet e Edhe marsit. një pyetje tjetër për zotin Cambiaso, ju keni luajtur me më të mirët e futbollit ndërkombëtar. Dua të përmend këtu Figo, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlo, Messi. Cilin nga këta do të veçoni dhe pse? Lei ha giocato con tanti giocatori famosi, Messi, Gebrea, Ronaldo, tanti qua. Quale Il vostro preferito? di loro è il Kush është i migliore? preferuar për ju prej këtyre futbollistave? Con tutta la lista che Me ha fatto gjithë të listë që juve thatë, mancato qualcun altro, mungon dhe një è tjetër, difficile është e vështirë të zgjedh. Unë gjithmonë them që nel quartiere kur dikush bën lojën e tij me këmbë duhet të zgjedhësh një më parë, një më pas. de tanti con quali ho Prej giocato, shumë quello atyre che që unë kam scelgo per luar, ai primo që per zgjedh stile, është per për shpirtin, për capacità, aftësitë, per për dëshirën për të fituar, nuk ka lënë asnjë stërvitje, ka dhënë gjithmonë 100% dhe është Raul González Blanco. Ka ardhur momenti të lexojmë. Vediamo chi ha vinto këpuca e artë për djem është Il vincitore è The Winner Fituesi is është Bekim Balai. Me 3.089 minuta në fush, 36 ndeshje dhe 19 gola, ai ka udhëhequr vllaznin me efikasitet dhe vazhdimsi. Një sulmues me përvojë, lider i repartit ofensiv dhe një prej lojtarëve më vendimtar të kampionatit. Bekim Balai. Fillimisht do ta nisim falënderim për Cambiason. Nder i veçantë për mua që e marr këtë çmim nga dora e tij, nga një legjendë e Realit Madridit, njëkohësisht dhe unë tifoz i Realit Madridit. Kështu që faleminderit, grazie mille. Realisht kthehem me këpucën e dytë mëra 2 viteve, një trofe që ka peshën dhe vlerësimin e vet, si gjithmonë për çdo sulmues. Një trofe që do ta ndaj gjithmonë me skuadrën, me shokët e mi të ekipit. Realisht kanë punu shumë, ndoshta që të nxjerrin te goli, që të arrit shënoj sa më shumë dhe sadopak t'ja shpërblej dhe punën e tyre. Kështu që i falenderoj gjithmonë. Bekim, nuk mund ta marrësh një trofe të tillë, pavarësisht se ti e ke për herë të dytë, pa ju përgjigjur një pyetje. Jo, Është kisha edhe diçka të fundit, mund të them Okej. Shkodra lidhjen me golin e ka shumë fort, më them, të pandashme. Pasi me që jemi të goli është momenti që të përmend një nga legjendat e futbollit shqiptar, golçenusin më të mirë të gjitha kohërave, Vjorensin Sinanin. Një idhull për mua dhe shumë brezit tim. Filloj me pyetjen? Hera e dytë, radhazi që ti merr këtë trofe të rëndësishëm. Ndërkohë, pyetja që mund të kenë, jo vetëm ne në sken, po edhe shumë të tjerë që po na ndjekin, është a ka ndonjë gol në jetën personale për të festuar këtë sezon? Jo me mikrofon në këtë. Shqipërit interesante, vjen një moment që ndoshta e kam rrit pak surprizë, por me që është një natë e bukur sonte do kisha dashur ndaj. Kur as bëam babaj një djali, kështu që Ky po është gol. Edhe një herë. Babai një djali. Oh, kështu që moment ma më thanë bukur- ëngjëjt, moment se më realisht bukur nuk se e di. ta bëj publik si sa sonte besoj se ka. Apo ky është një lajm Urime, fantastik. urime, dhe urime. në mbar. Faleminderit. Faleminderit, grazie, signor Cambiaso, grazie. Vim në kategorinë këpuca e artë vajza. Dhe kur flasim për vajza dhe këpucën e artë, të gjithë kemi parasysh këpucën e Hirushes, simbolin e asaj ëndrës që bëhet realitet. Nëse flasim për Shqipërinë dhe për vajzat që luajnë futboll, rruga drejt ëndrës së tyre nuk është as pak si ajo e Hirushes, sepse kjo fushë nuk është as pak prallore. Është e mbushur me pengesa, me paragjykime shpesh dhe me sakrificat përditshme. Prandaj, këpuca e artë për vajzat nuk është thjesht një trofe. Është prova se si një vajzë
pavarësisht se sa e vështirë është rruga, ajo mund të shkëlqej dhe mund të marrë vendin që meriton edhe në futbollin shqiptar. Dhe pikërisht për këtë çmim kaq domethënës, do të ftojmë në skenë një nga golshnuesit më të mirë shqiptar, një ikonë e futbollit shqiptar që ka bërë histori me skuadrën tonë kombëtare, Ervin Skela. Ai është një nga mesfushorët më të rëndësishëm në historinë e futbollit shqiptar, me eksperiencë të gjatë në Bundesliga dhe mbi 70 ndeshje me kombëtaren, njihet për profesionalizmin, vizionin dhe leadershipin brenda fushës. Sot mbetet një figurë shumë e respektuar në futbollin shqiptar, Ervin Skela. Faleminderit. Tani si me një pyetje për Skelën, Po, patjetër. kam parasysh që çdo 15 apo 20 vjet, në qoftë se nuk jam e gabuar në futboll, është një brez që ndryshon. Ikin një brez dhe vin një brez tjetër, më i ri. Dhe ata që janë brezi më i vjetër thonë gjithmonë për brezin më të ri që futbolli në kohën tonë ishte më i mirë. Tani pyetja është e drejtë për drejtë për ju zoti Skela. Si është futbolli shqiptar sot? Është një pyetje shumë e bukur, por shumë e vështirë, që unë nuk di të jap një përgjigje absolute. Unë di të them që çdo epokë e ka bukurinë e saj dhe futbolli i tanishëm është më fizik, më i disiplinuar, më profesionist. Kushtet janë akoma shumë herë më të mira. Unë mbaj mend, kam marrë në vitin 2000 me ekipin kombëtar dhe presidenti është këtu, e di shumë mirë, ka qenë në fillimet e tij të para si presidenti i federatës dhe kushtet nuk kanë qenë këto që janë sot dhe federata e futbollit ka arritur jashtëzakonisht shumë lart, prandaj dhe vijnë këto suksese. Gjithsesi desha të përmend edhe brezin që ka qenë brez me shumë kreativitet, me shumë ide individuale dhe legjendat të futbollit shqiptar që kanë arritur, kanë bërë histori dhe unë jam shumë krenar që jam pjesë e kësaj pak, sado pak, dhe jam shumë krenar që ndodhem këtu sot në këtë sallë dhe me këta njerëz kaq të bukur dhe me shumë vlerë. E vështirë të zgjedhësh. Duke u falenderuar për prezentën tuaj, lexojmë se kush ka fituar këpuca e artë për vajza. Fituesja është Megi Doçi. Me 1890 minuta në fush, 21 ndeshje dhe një shifër që flet vet. 83 gola, ajo ka dominuar kategorinë A biznes superiore për vajza dhe ka vendosur standarde të jashtëzakonshme për eficiencën dhe talentin. Megi Doçi. Megi, është absolutisht krenari që futbolli shqiptar ka një talent si ty, kur flasim gjithmonë për futbollin e vajzave aq më tepër. Unë dua të të pyes cila ka qenë pengesa më e madhe që ti ke kaluar për të qenë këtu ku je sot. Në rreth parë me mbrëma, është kënaqësi për mua që marr një çmim nga një lojtar i kombëtar si Ervin Skela. Realisht jam rritur duke i parë golat e tij dhe emocionet që kam përjetuar duke e parë atë duke luajtur, jam menduar shpesh herë që ta emitoj edhe në kohën kur kam dashur pse që të luaj futboll. Që dalë të pyetja juaj, vështirësia më e madhe për mua ka qenë që të thyej mentalitetin që një femër mund të luajë futboll, pasi një femër për gjithë meshkujt shqiptar ishte që të lajë enët edhe të rrinë në shtëpi dhe jo të luajë futboll. Kështu që I lajmë dhe enët, luajmë dhe futboll. Unë në fakt ky çmim është shumë e veçantë, patjetër si çdo çmim tjetër, pasi është këpuca e 5 apo e 6 që marr, du të falenderoj patjetër shoqet e ekipit, pasi këto gola nuk i shënoj vetëm unë, janë gjithë shoqet e ekipit, ata që punojnë shumë që të konkretizojnë fund. Patjetër nuk du të harroj edhe trajnerat që na mbështesin gjatë gjithë kohës, po ashtu edhe presidenti Lazar Matia për mbështetjen e vazhdueshme që na ka dhënë dhe ecurinë që kemi pas si në kampionatin shqiptar, po ashtu edhe në Europë. Faleminderit Megi. Po be. Në fakt duhet të falenderoj dhe Federatën Shqiptare të Futbollit për mbështetjen që i jep futbollit femrave. Patjetër duhet të them edhe diçka të fundit. Unë zgjatëm shumë shpeshherë, por këtë çmim në fakt sonte kam një dedikim veçantë, duhet t'ja dedikoj mamit tim, pasi
Për mua ka qenë shumë e vështirë, realisht nuk e beson të askush që unë sot, jo vetëm që sot mund t'isha këtu për të luajtur futboll. Besoni që në shtëpi mami më priste shpeshherë topin, unë e di që po më sheh live tani, ajo e para nuk e ka besuar që unë do të jem këtu sot. Ajo nuk më lindej që të leja më shokët në shkollë, gjithë shokët shkollë dhe shoqat më thonin që ti nuk mund të luash futboll, ti s'do bësh kur futbolliste, po ja ku jam sot me shumë kupa, kampionate, topatar dhe kupë starta dhe ku ka më mirë se të festosh në këtë mënyrë. Që kjo kuca është kompromantike. Faleminderit, e përshëndesim dhe mamin dhe familjen tënde, faleminderit. Uroj që të jetë krenare për vajzën që ka lindur. Faleminderit Ervin. Dhe pas vlerësimit performancës në fushën e Bler, tani e ka radhën një tjetër performancë, por nga ato që jetohen në sken. Suksesi tyre nuk matet me gola, por me duartrokitje të zgjatura, me çmime, me klikime, me views. Dhe ata kanë thyer rekord me mbi 1 miliard shikime në gjithë botën. Sapo janë kthyer nga Spanja, ku janë kurorzuar me çmimin e parë si më të mirët me 700 performancash. Dreams House Dance Academy. Dreams House Dance Academy. Trap in the bando, I don't wanna look like you. I don't wanna look like Ishte trupa e talentuar e jashtëzakonshme, mund të themi, e Dreams House Dance Academy. Edhe njerë faleminderit të gjithëve. Dhe kemi mbritur te kategoria e talenteve. Ky çmim është vërtet i rëndësishëm, jo vetëm si simbolik, por edhe si një nga çmimet që mund të shërbejë edhe si trampolin për lojtarët për të promovuar në klubet më të mëdha brenda apo jashtë Shqipërisë. Jemi gati të njohim 4 të nominuarit për trofeun Talenti i Vitit për Djem. Talenti i Vitit Djem. Ergis Arifi,
Fabian Përndresa. Arlind Kurti. Erald Maksuti. Trofeon Talent i Vitit do ta shpall lojtari që ka më shumë ndeshje në historinë e kombëtare skuqezi. Ka mbritur shifrën rekord prej 96 ndeshjesh, El Seid Hysaj. Një nga mbrojtësit më të konsoliduar të kombëtares, me një karrierë të gjatë në Serie A dhe pjesëmarrje në Europianin 2016 dhe Euro 2024. Ai njihet për lojën inteligjente, stabilitetin dhe përkushtimin. Ai mbetet një nga figurat kryesore të brezit të tij dhe inspirues për talentet e së ardhmes në ditët e sotme. El Seid Hysaj. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma Ardit. Një pyetje për El Seidin. Cilin nga lojtarët e rinj të kombëtares mendon se do të mund të thyej rekordin tënd të jashtëzakonshëm, dhe pyetja në fakt qëndron tani në fund, gjithë rëndësia e saj, çfarë do të bësh ti për ta penguar atë? Mirëmbrëma gjithëve. Po them drejtën, është njëri besoj që mund të ma kalojnë atë rekord, është Kristian Azllani, besoj që i vetmi që mund me vërtet mund ta kalojnë rekordin. Po them drejtën nuk është se unë mund ta pengoja, se ai arrit me mua, ai arrit kur nishën ne pole ishte tu mlell topat. Po mblidhe topat me mua atje, unë të lujt. Ato quhen apo nuk quhen? I numërojnë si herë apo jo? Vetëm ajo që më të them, inshallah, vazhdoj edhe për do vjetune, luajm bashkë dhe kështu paktën e shtej rekordin, dhe shumë vështirë. Sa ndeshje ke bërë deri tani? Sa? 37. Dhe sa vjeç je? 23. Do të ta kaloj, kam frikë. S'bën dot gjë, jo, s'bën dot gjë për ta penguar. Pyetja ishte rekordin më mu thy, unë e kam thy Lori Kisanës që është legjenda e kombëtares, dhe do vinë dhe ai që do ma thënë mu, që thjesht ta gëzojmë dhe të na mbesin emrin në këtë kombëtar. Dhe pyetja ishte çfarë do bësh për ta penguar? Ç'të bëj unë vetëm që mund ta bëjnë me penguar është me lujtë edhe më shumë. Sa më shumë neshje bëjmë, më vështirë kemë edhe për atë. Kuptova, ti je fejuar apo i martuar? Jo, atëherë do ta martojmë sa më shpejt. Besoj. Okej. Faleminderit. Dhe tani ka ardhur momenti të lexojmë emrin. Talenti i vitit djem. Talenti i vitit për djemt është Fabian Përndresa. Fabiani! Një prej lojtarëve më të dashur të kampionatit shqiptar gjatë këtij viti, me rol vendimtar në skuadrën e tij, ai vlerësohet për teknikën, rendimentin dhe kontributin e vazhdueshëm. Ai është një nga figurat kryesore edhe të kombëtares U21. Fabian Përndresa. Fabian, urime, një pyetje edhe për ty, nuk mund të mungonte, është ky trofej që sapo more, një arritje e përpjekjeve të tua, apo ka edhe të tjerë pas këtyre përpjekjeve? Mirëmbrëma gjithëve. Pikëparë jam shumë i lumtur për çmimin e fituar Talenti i Vitit. Ky çmim vlen shumë për mua dhe karrierën time. Pikëparë dua të falenderoj klubin që më dha mundësinë të shfaq talentin tim, stafit, shokëve që më kanë mbështetur deri më sot, dhe një falënderim i veçantë shkon për familjen time që më kanë mbështetur deri në hapin e fundit ku jam sot. Faleminderit. Fabian, faleminderit, urojmë sukses. Të çojmë shumë shpejt me çunave aty në radhën e parë. Faleminderit El Seid. Dhe tani do të çojmë kurreshtjen duke mësuar se cila do të jetë fituesja e titullit Talenti i Vitit Vajza. Edhe me që jemi tek futbolli i vajzave, në Shqipëri ai është një nga prioritetet kryesore të Federatës Shqiptare të Futbollit. Dua t'ju kujtoj se jo shumë kohë më parë, ekipet e vajzave numëroheshin me gishtat e dorës. Sot janë 2000 lojtare të angazhuara në 157 ekipe në të gjithë vendin, dhe sigurisht brenda këtyre ekipeve ka shumë talente që po tregojnë fuqinë e vajzave në futboll. Por në këtë moment le të shohim ato që janë nominuar për këtë trofe. Talenti i vitit, vajza. Ambra Reshiti.
Klesta Ago, Jessica Ndoj, Albana Malaj, Dhe për të dhënë këtë çmim, kam kënaqësi të veçantë të ftoj në skenë një nga portierët legjend të kombëtares shqiptare, i cili me talentin e tij ka frymëzuar breza të tërë. Foto Strakosha. Ai është ish portieri i kombëtares shqiptare, i cili ka lënë gjurmë me paraqitjet e tij të sigurta dhe kontributin shumë vjeçar. Me një karrierë të gjatë në Shqipëri, Greqi dhe eksperiencë ndërkombëtare, është një emër i rëndësishëm i historisë së portierëve shqiptar. Foto Strakosha. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Foto, edhe për ty një pyetje. Kujdes. Çfarë pyetje? Mos ki merak. Do t'i referojmë një interviste. Ne mësuar t'i bijem topit, jo t'i të flasim e gojë. Do t'i referojmë një interviste që ke dhënë kohë më parë, ku flisje për Tomasin, djalin tënd, dhe thoje që ai është portier më i mirë se unë, nëse s'jam e gabuar. Tani pyetja ime është, kur e bëre këtë deklarim, e bëre si baba apo si profesionist? E kam thënë, E ke thënë. çdo gjë që them e besoj. Po do më lësh të lutem edhe ta shpjegoj pse e besoj. Në radhë parë duke falënderuar të gjithë ata që kam qenë pjesë dhe kam pat fatin e madh të jem pjesë e ekipit kombëtar. Ishin vërtet në vite të ndryshme, janë epoka të ndryshme dhe nuk mund të gjykosh po me të njëjtën kriter. Them se arritëm dhe neve disa suksese, po atë që ka bërë ekipi kombëtar vitet e fundit, ka bërë krenar gjithë shqiptarët në botë. Dhe besoj ashtu si edhe unë e kam jetuar, ashtu dhe Tomi, futbolli është kolektiv. Dhe Tomi ka atë kënaqësinë e madhe që është pjesë e ekipit kombëtar, asgjë nuk arrihet vetëm. Kështu që janë shumë herë më të mirë se në kohën që kemi qenë neve. Kanë arritur suksese shumë herë më të mëdha se sa ne. Ndërkohë ajo që unë di foto është që Tomi donte shumë që të vinte sonte. Dhe nuk i dhan leje, ai donte të vinte pa leje dhe tha unë do vi, e pikasën dhe i than mos rreziko. Më mirë të serdhi se do bënim xing po të ishim të dy bashkë. Atë lexojmë emrin të lutem. Ta lexoj. Talenti i vitit vajza. Hapim zarfin. Kënaqësi. Jessica Ndoj. Jessica Ndoj. Një premtuese të futbollit të vajzave në Shqipëri, me paraqitje të qëndrueshme dhe rritje të vazhdueshme. Ajo ka treguar pjekuri dhe nivel të lartë loje si në klub, ashtu edhe në kombëtare. Pavarësisht moshës së re, është ftuar nga kombëtarja A e vajzave, Jessica Ndoj. Edhe momenti i fotos që nuk mund të mungoj. Një foto me foton. Një foto me foton. Jessica, urime. Faleminderit. Urime, vazhdon të jetë edhe në 2025-ën, Jessica, talente e vitit, dhe unë dua të të pyes për personin që të kam mbështetur më shumë, nëse ke dikë të cilit ja dedikon këtë trofe. Mirëmbrëma gjithë, personin që ja dedikoj është familja pikësparje, ekipi që më ka mbështetur dhe Federata Shqiptare që më ka dhënë mundësinë që të tregoj kush jam në të vërtet. Dhe ke ndonjë gjë më shumë për të thënë? Jam shumë falenderuese për gjithë stafin teknik, si të ekipi Gramshit, po ashtu dhe gjysmën e kampionatit që kam bërë të ekipi e Fierit. Falenderoj trajnerët, familjen dhe gjithë shoqët e mia. Ndërsa ne falenderojmë Jessica dhe foton, faleminderit dhe kemi mbritur tek stacioni i parë i mbështetësve të Top PR 2025.
Jemi rikthyer drejt për drejt në televizionin kombëtar Klan në mbrëmjen Gala Top i Art, eventi organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, të cilën e falenderojmë që na ka zgjedhur si partner mediatik, që ne të transmetojmë këtë ngjarje kaq të rëndësishme në të gjitha familjet e shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit. Jemi në momentin e kategorisë arbitri i vitit, cilët kanë qenë 4 arbitrat më të mirë të këtij viti. Shohim nominimet. Arbitri i vitit. Për të shpallur këtë çmim, ka mbritur sonte një arbitër i përmasave ndërkombëtare, i klasifikuar nga Federata e Historisë dhe Statistikave të Futbollit për vitin 2019, si i 4-ti arbitër më i mirë në botë. Mirëpresim Gianluca Rocchi. Një nga arbitrat më të njohur italian të futbollit, me një karrierë ndërkombëtare të spikatur. Ka arbitruar në Serie A që nga viti 2004 dhe ka qenë arbitër i FIFA-s që nga 2008, duke udhëhequr ndeshje të rëndësishme në Ligën e Kampionëve, në finalet e Kampionatit Evropian 2012, lojrat olimpike 2012 dhe finalet e botrorit 2018. Gianluca Rocchi. Buonasera, mirëmbrëma. Buonasera a tutti. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për ftesën. Zoti Rocchi, i drejt, lind apo bëhesh? Essere fair, si nasce o si diventa? Beh, io credo che essere fair si nasce tutti që perché drejt la vita ci dà la possibilità di essere fair da subito. Mund të bëjmë të gjithë jeta na jep neve mundësi për të qenë të drejtë. Rimanere fair. Jeta ka shumë vështirësi për të qenë i drejtë dhe për një arbitër është një aspekt shumë i drejtë, shumë i vështirë, prandaj duhet të jesh i drejtë në jetë për të qenë i drejtë në fushë. Unë them gjithmonë te arbitrët e mi se nëse je një njeri korrekt në jetë, mund të jesh dhe një njeri i drejtë në fushë. Com'è la situazione? Si diventa? È difficile? Gli amici, la moglie? Është e vështirë të bësh arbitër për familjen, për gruan. Është një pasion, është e vështirë. Nuk është një punë, është një pasion shumë i bukur dhe shumë i vështirë. Duhet të kesh një dashuri të madhe për futbollin, se ndryshe nuk mund ta bësh të punë. Por është një pasion që kur të futet në gjak është vështirë që mund ta abandonosh. Je një arbitër për gjithmonë. Squadra albanese? A keni gjykuar ndonjëherë në një skuadër shqiptare? Sì, la mia prima esperienza Eksperiencën e parë ndërkombëtare në 2008-ën, një për play-off për Champions League ka qenë një ndeshje shqiptare, një skuadër shqiptare Snerbeu. Gjykova në Kipro. Në Legosia, e mbaj mend shumë mirë sepse ishte gara ime e parë në Champions League. Vediamo chi ha vinto sto premio. Shohim kush e fitoi. Kush ka fituar çmimin arbitri i vitit? The winner is Kreshnik Tsiapi. Një nga arbitrat më të respektuar në futbollin shqiptar, me eksperiencë të gjatë në nivelet më të larta të kampionatit, ai njihet për drejtimin e qetë, vendimarrjen e saktë dhe profesionalizmin e qëndrueshëm. Kreshnik Tsiapi. Mirëmbrëma gjithëve. Kreshnik Urime. Shumë faleminderit. Të gjithë në stadium mendojnë që janë më të mirë se arbitri, besoj kjo është historia e jetës tënde, e di shumë mirë për çfarë kam fjalën. Unë dua të pyes, në qoftë se do t'ju jepje këtyre njerëzve një karton, çfarë ngjyre do të kishte ai? Gjithmonë i verdh. Sepse njerëzit kur punojnë bëjnë dhe gabime të vogla edhe duhen të përmirësohen. Kreshnik, përse mendon se ke fituar këtë trofe sonte? Mendoj se është kulmimi një karriere 22 vjeçare, duhet falenderoj gjithë shokët me të cilët jam stërvitur, që kam pasur në ndeshje, gjithë trajnerët, mentorët e mi që më kanë vlerësuar, më kanë kritikuar, që të bëhem më i mirë, edhe duhet falenderoj Komitetin Arbitrimi për besimin që ka dhënë, zotin Sokol Jareci, presidentin e shoqatës, zotin Tahir Kastrati dhe
presidentit Duka për gjithë çka ka bërë për sektorin e arbitrimit, për zhvillimet në teknologji dhe infrastrukturë. Cili është momenti Cili është ai moment që të ka mbetur në mendje që tifozët të kanë mërzitur më shumë? Po besoj se tifozët mërziten çdo javë me ne me një penallti dhe karton të kuq, kështu që rifreskojnë gjërat. Faleminderit, urime. Shumë faleminderit. Grazie signor Rocchi. Faleminderit. Dhe tani ka ardhur koha për një tjetër sukses në muzikë. Çdo këngë ajo e kthen në hit. Kënga e saj u bë virale në magjinë e këngës 2025 dhe vjen me këngën Amanet Lore. Amanet në telefona, mos mi prish këto ndra. Jam me mirë, nuk po I lojna, po në që si dojna. A e le, a ti ku me tej. A e le, a kene veteja. Amanet në telefona, kush na shë gelozona. Haj mali t'ka vonona, por na që s'pushojna. A e le, a ti ku me te. A e le, a kene veteja. A sa e tua, a bën për mua, edhe pak më shumë, edhe pak më shumë. A sa e tua, a bën për mua, edhe pak më shumë, edhe pak më shumë. A e le, a ti ku me tej. A e le, a kene veteja. Amanet në telefona, mos mi prish këto ndra. Jam me mirë, nuk po I lojna, po në që si dojna. A e le, a ti ku me tej. A e le, a kene veteja. A e le, a ti ku me tej. A e le, a kene veteja. Faleminderit. Lore. Faleminderit. Faleminderit. Do të kalojmë në një tjetër çmim që vetëm kjo mbrëmje ka magjinë e dur ta bëj të mundur, të paktën në skenë. Formacioni I vitit Abisnet Superiore 2025. Cila do t'ishte skuadra ideale e 2025-ës. Janë 11 lojtarët më të fortë të çdo ekipi në gjitha pozicionet, të cilët janë përzgjedhur me shumë kujdes nga votat e gazetarëve, të moderatorëve edhe të analistëve sportiv. Do të ftojmë në skenë për t'i zbuluar këto emra dy personalitete të futbollit shqiptar, Mujo Targaj dhe Kreshnik Qipi. Ata janë ndër figurat më të rëndësishme të futbollit shqiptar. Targaj ka qenë një nga kapitenët më spikatur të Dinamos dhe ekipit kombëtar. Gjithmonë shembulli korrektësisë dhe etikës në fushën e blertë. Qipi mbahet mend veçanërisht për vitet e tij te Flamurtari, kapiten në periudhën e artë të klubit. Ka luajtur për kombëtaren shqiptare, duke regjistruar disa paraqitje ndërkombëtare. Muhedin Targaj dhe Kreshnik
Qipi. Kontributi juaj në futbollin shqiptar do të trashëgohet në memorien sportive ndërbreza. Por nëse do të shkruanit për ta një porosi në një papirus, cila do të ishte kjo porosi? Unë mendoj që puna dhe sakrifica. Edhe një të lutem. Në mikrofon. Puna dhe sakrifica. Pastaj vijnë gjërat e mira. Po bëre puna dhe sakrifica. Puna dhe sakrifica. Zoti Greshnik, ju? Mendoj se në një sport magjik si që është futbolli, unë do të thosha të gjithë atyre që ndërojnë atë, besoni në ëndrrën tuaj, never give up, mos u dorëzoni kur. Lexojmë emrat e formacionit më të mirë në Abisnet Superiore. 11 lojtarë, cilët janë? Portieri më i mirë, Mario Dajsina. Mbrojtësi majt më i mirë, Emiliano Musta. Ja dhe Emiliano. Urime. Shëndërmbojtësi i parë, Nasser Aliaj. Nasser Ali! Urime. Qendërmbrojtësi i dytë, Arbenit Xhemaili. Dal nga dal, po formohet 11 që janë më e mirë. Mbrojtësi djathtë më i mirë, Abdurrahman Pangaj. Ja dhe Fanga. Mesfushori majt, Urime më Abdurrahman. i mirë, Adnard Mehmeti. Adnard Mehmeti. Mesfushori i majt më i mirë. Urime. Mesfushori qendror më i mirë, Albano Aleksi. Vjen dhe Albano. Mesfushori djathtë, më i mirë, Esat Mala. Kanë mbetur edhe 3 sulmuesi. Të shohim cilë do t'jenë ata. Sulmuesi i majt më i mirë, Devi Bregu. Devi Bregu. Qendërsulmuesi më i mirë, Bekim Balaj. Bekim Balaj. Sulmuesi qendror, gjithet përsëri në skenë Bekimi. Hera e dytë. Sulmuesi djathtë më i mirë, Baton Zavërgjak. Baton Zavërgjak, sulmuesi që plotson numrin 11 të formacionit më të mirë të Abisnet Superiore. Kjo do të ishte le themi ekipi apo formacioni ideal i 2025-s. Urime. Mund të bëni një foto, siç e bëni ju si skuadër, dhe pse në fushin kundërshtar, një pjesë e madhe prej jush, urdhroni bëni një foto. Si skuadër, në resh, siç e bëni, po patjetër. Edhe zoti Qipi, edhe zoti Targa i duan të bashkohen për këtë foto. Edhe me ju, ne jemi skuadër tjetër. Më e vogël. Ti tashmë je skuadër klan. Me që thua ti? Më mendove pak. Nuk e prisja këtë. Ja ku është formacioni vitit. Faleminderit e Jonida. Ecim. Urime. Interesante imagjinata e të gjithë gazetarëve, analistëve sportiv që ndërtuan këtë formacion ideal për 2025-ën. Por ne do të ngelemi te kjo skenë, e cila e keni kuptuar, ka shumë peshë në këto momente. Dhe për të ashtuar edhe më shumë peshën e kësaj skene, tani është fjala e presidentit të Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, një fjalë përshëndetëse në nder të kësaj mbrëmje. Gianni Infantino në një përshëndetje ekskluzive për këtë mbrëmje.
Dear football friends, good evening. Buonasera, caro Armando. Buonasera a tutti. It is a pleasure to address the luminaries and leaders of Albanian football on the grand occasion of the second annual Golden Ball Gala. This ceremony has quickly become an important fixture on the football calendar and already has the feel of a traditional and prestigious event. That is a testament to your creativity and commitment, not to mention the impressive growth of the beautiful game in your beautiful country. There was much to applaud in 2025. Coming off a competitive showing at Euro 2024, your men's national team finished second in a challenging FIFA World Cup 2026 qualifying group and earned a well-deserved spot in the next spring's playoff. Just 2 wins away from football's biggest stage. Meanwhile, your successful hosting of the 2025 Under-17 Euro drew fantastic reviews and substantial crowds. It was the best attended edition since 2008 and it attracted more than 10,000 fans to the final at the spectacular Arena Combetare in Tirana. I had the privilege myself of touring the stadium back in 2022 when I also attended the inauguration of your House of Football headquarters, which was built in partnership with FIFA. Your dedication to cooperation and to improving football infrastructure has had measurable results, from the growth in attendance to the increase in registered players. Congratulations to President Armand Duka, to your colleagues and to everyone working so hard to improve and showcase Albanian football, and of course, congratulations to tonight's winners on your achievement and on your contribution to another memorable year for our beloved game. I hope to see you again very soon. Grazie mille, thank you very much, all the best, bye-bye. Ishte përshëndetja presidentit të FIFA, zotit Gianni Infantino, por unë jam shumë kurioz të di se ku ndodhet Lenida. Dini Ta gjë? shohim. Ku është? Lenida. Wow. Jonida, Ardit, nga e shkuara dhe historia ka mustuar për në të ardhmen e futbollit shqiptar dhe sapo ka mbërritur në stadiumin Niko Dovana në Durrës. Pikërisht pranë këtij stadiumi ndodhet Akademia e Elitës së të rinjve të futbollit shqiptar, Elite Youth Development Academy, e cila ka në përbërjen e saj 55 futbollistë të grupmoshës 15, 16 dhe 17 vjeç, të përzgjedhur nga e gjithë Shqipëria si më të mirët e kësaj grupmoshe. Mirëmbrëma çuna, si jeni? Ata jetojnë bashkë, shkojnë në shkollë, bëjnë detyrat dhe më pas stërviten nga 3 trajnerët e ekipeve kombëtare të federatës. Praktikisht janë pjesë e ekipeve kombëtare U14, U15 dhe U16. Elite Youth Academy është nga projektet më të rëndësishme të Federatës Shqiptare të Futbollit në bashkëpunim me UEFA-n. Ka nisur në vitin 2024 dhe ka si qëllim mbështetjen e talenteve të rinj në futboll në standardet më të larta. Ta 55 futbollistë po trajnohen për të qenë e ardhmja e kampionatit dhe e kombëtares shqiptare. Jam e sigurt që këta djem që po i shikoni tani në fushë do t'i kemi së shpejti në skenën e topit të art. Ndaj unë do filloj që tani që të marrë disa fanela dhe autografe. Presim të na vish dhe përshëndesim futbollistët e të ardhmes. Lenida, ki mundjen, ki kujdeset e trafiku për të ardhur. Do përpiqem të arrijë në kohë, por më lejoni t'ju them diçka që nuk do të vi vetëm. Lenida është gjithmonë me surpriza. Na la një enigmë.
Po ndërkohë që duhet presim momentin derisa të zbulojmë enigmën që na lalen Ida, ne jemi gati që të zbulojmë tani se kush ka drejtuar më mirë se kushdo këtë vit. Kategoria trajneri i vitit, ndjekim nominimet. Trajneri i vitit: Edi Martini, Mirel Josa, Ivan Gvozdenović, Edlir Tetova, Çmimi i trajneri i vitit është një nga çmimet më prestigjioze në futboll. Pas çdo ekipi të madh qëndron një strateg, një frymëzues që me vizionin dhe punën e përditshme i kthen lojtarët në kampion. Ndaj dhe trajnerët në formë respekti i thrasin mister. Më lejoni të ftoj për ta shpallur dhe dorëzuar këtë trofe misterin e kombëtares shqiptare, Mister Silvinho. Trajneri i kombëtares shqiptare ka sjell frymë të re dhe qasje moderne në skuadër. Ish mbrojtës i Barcelonës dhe i Brazilit, ka përvojë të madhe ndërkombëtare dhe ka krijuar një identitet të qartë loje, duke udhëhequr Shqipërinë drejt rezultateve historike, kualifikimi në Euro 2024 dhe për herë të parë në fazën play-off të botrorit 2026. Silvinho. Mister, mirëmbrëma. Buonasera a tutti. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma a tutti. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mister, së pari më lejo të them që është një kënaqësi që për të dytin vit jam në skenë me ju, është jo vetëm kënaqësi, po edhe nder. È un onore per il secondo anno di stare insieme sul palco. E soprattutto fammi salutare anche la sua signora. Përshëndesim dhe zonjën. Përshëndes dhe zonjën e misterit. Buonasera e benvenuta. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mister, kur një trajnere meriton fjalën mister? Quando un allenatore merita di essere chiamato mister? Quando lui vince. Kur fiton? È un mestiere, era a fianco di Gianluca. Isha pranë Gianlucas. Mestiere di un allenatore, anche di un arbitro. Dhe njësoj si një arbitër. Io veramente mi Dhe fa fatica unë capire. e kam të vështirë për të kuptuar. Io ho scelto Dhe unë zgjodha të jem trajner, siç ata zgjodhen ato punë. Është shumë e vështirë. Njerëzit nuk e kupton mirë, por është një punë shumë e vështirë. Nuk është një punë e lehtë. Siç tha dhe Gianluca, është një pasion për ata, për ne, për portierët, edhe për çunat kryesisht, një stil komplet i ndryshëm nga futbollistët. Si trajner është e bukur. Je vetëm, po është e bukur. Në fakt, jo të gjithë lojtarët, në momentin që nuk marrin pjesë në një formacion, nuk janë të kënaqur. Çfarë bëni ju që t'i lehtësoni pak dhimbjen? Non tutti i giocatori quando non fanno parte della squadra, quando giocano, non sono contenti. Cosa fa lei per alleggerire un po' il loro dolore? Ma guarda, Shiko, anche quello è una parte edhe difficile. kjo është një pjesë e vështirë. Më kujtohet tani Roberto Mancini, që e përshëndes, misteri i madh. Fillova një udhëtim të 2014 dhe një moment ai thotë, Silvio, ka dy gjëra të vështira. Të vendosësh një kalciator rezervë dhe shikon. Dhe tjetër gjë është një lojtar mos ta lësh të luajë, mos ta vësh të luajë. Rando, shëndetshëm, të fortë, por nuk mund të luajnë të gjithë. Dhe me të vërtet kjo të bën ndjesh keq. Por kjo është puna e një trajneri, nuk ka punë tjetër. Ti do të vendosësh aty në dhomë dhe qash vetëm. Por s'ke që të bësh. Atëherë, ne duhet të jemi shumë të mirë të flasim me ata duhet të pranojnë këtë gjë, nuk ka çfarë të bësh tjetër. Unë kam shumë besim, ne tash njihemi për 1-2 vitesh, unë duhet të shoh në sy dhe kam thënë gjithmonë, shohim një në sy dhe flasim, duhet të jemi të vërtetë. Le të shohim fituesin. Kush është trajneri më i mirë për vitin 2025? La pronuncia è Certo. Edlir Tetova. Trajneri që ka të rishur vëmendje
vjen me punën e tij të qetë, profesionale dhe me rezultate të prekshme. Ai ka ndërtuar një skuadër të qëndrueshme dhe konkurruese, duke u bërë një nga teknikët më të suksesshëm në Shqipëri në vitet e fundit. 2 tituj kampion radhazi me Egnatian janë treguesi qartë i punës së madhe dhe suksesit që ai ka arritur me Rogozhinasit. Edlir Tetova. Urime. Faleminderit. E para duhet të pyes si je me shëndet, sepse me sa kam dijeni, para pak ditësh, kohët e fundit, ke pasur një ndërhyrje të vështirë në zemër, edhe brenda kësaj kohe rikuperimi je ngjitur në skenë. Kujt ja dedikon këtë fitore? Kjo fitore, pikëspari, shkon për është një ekip që rrin gjithmonë mbrapa kuintave ose që shikon nga televizioni. Është familja ime. Ato që përjetojnë tamam ato emocionet ku unë rikthehem si nga humja edhe nga fitoria që rikthehem shtëpi dhe i përshëndes. I kam lartë. Është deri ballë për mu që këtë trofe e marr nga Mr. Silvinho, sepse fundit tani në syt i kemi në mars, për 2 ndeshjet e marsit, se unë nuk besoj që do t'jetë një, dhe shpresoj që ta bëjmë të ëndër realitet. Ky trofe po ashtu shkon për familjen time Egnatia, zotin Demrozi dhe drejtorin Zenelaj, të cilët janë suporti im më i madh dhe janë rruga, po themi, deri në këtë moment ku ndodhem fal tyre dhe besimit tyre. Faleminderit gjithëve. Plotësisht i merituar ky trofe, një sakrificë jashtëzakonshme të kthesh në fush pas një ndërhyrje të tillë. Faleminderit, urime, komplimenta, grazie mister. Faleminderit. Tani do të hymë në zonën e çmimeve për kombëtaren tonë. Sonte me ne, nuk e dini qofse e keni vënë re, janë bashkuar 12 lojtarë të kombëtares. Edhe nuk besoj që ka ndodhur në ndonjë eveniment tjetër që të grumbullohen kaq shumë lojtarë të kombëtares, pasi ju e dini më mirë mbase se sa unë që klubet e tyre janë shumë strikte. Por ata ja kanë dalë, dhe kjo tregon më së shumti për zemrën e tyre. Vitin e shkuar u shtua një trofe i ri i cili u quajt Zemra Kuqezi. A jepet për atë lojtar që është konsideruar si zemra e skuadrës. Edhe këtë vit janë pikërisht tifozët e kombëtares shqiptare të futbollit, ata të cilët janë të antarësuar në klubin e tifozëve dhe që kanë zgjedhur se kush do ta marrë këtë titull apo këtë trofe kaq të rëndësishëm, Zemra Kuqezi. Për ta dhënë këtë titull, vjen një ikonë e futbollit shqiptar, që ruan një vend shumë të veçantë në zemrat e shqiptarëve, simboli fanellës Kuqezi, Lorik Cana. Një nga kapitenët më të dashur dhe më karizmatik që ka patur ndonjëherë kombëtarja shqiptare. Me karrierë të shkëlqyer në kampionatet të mëdha dhe lider i ekipit në Europianin 2016. Ai mbetet simboli i shpirtit, sakrificës dhe krenarisë Kuqezi. Lorik Cana. Mirëmbrëma gjithëve. Ardit duke është gjithmonë shumë elegant, po jo një ide ta kalon. Mirëmbrëma gjithëve. Shumë faleminderit. Pyetja ime për ty është në qoftë se do të ekzistonte ky trofe që ne po japim sot për herë të parë, Zemra Kuqezi. Në kohën kur ti luaje futboll, sa vite rresht mendon që do ta fitoja? Është vërtet një çmim i veçantë, se përmbledh aty jo vetëm le të themi cilësinë e lojtarit apo mentalitetin e tij, është diçka shumë më gjithëpërfshirëse, kur përmbledh aty të gjithë virtytet e një djali, e një sportdashje, një apasionuar një sporti, derisa të mrirë një futbollist profesionist dhe derisa të mrish të kesh fatin të përfasos gjithë kombin tënd. Dhe me aty e kupton çfarë fati ke të kesh një mundësi aq të madhe
që shndrohet në krenarinë e jetës tënde si njeri dhe si sportist, dhe ai që e shfaq më së miri në fushë duke mos u dorëzuar. Unë kam pas mundësinë të frymëzohem nga shumë këtu të pranishëm, edhe është një mbrëmje e cila na jep mundësi jo vetëm të jemi pjesë prapë kësaj familje të madhe të sportit, po të rishohim disa ish lojtarë që kemi pasur, por emra të veçanta kam pas në kohën time, kam pas lojtarë si në këtë shpirtin e zemrës si Besnik Hasi, Altin Lala, edhe lojtarë të cilët ishin të fundit për të dorëzuar, dhe unë jam munduar që ta mbar këtë stafet edhe ta çoj në nivelin sa më të lartë me të njëjtat vlera, të cilët pastaj lojtarë që po e bojnë tani, po e përfaqësojnë në mënyrën më të mirë, duke përmendur këtu jo vetëm Elsehidin që ishte aty, po edhe një kapiten të mrekullueshëm që kemi sonte dhe sot në kombëtare nga Lugina e Preshevës, Berat Gjimshiti. Tifozët kanë votuar dhe ata kanë vendosur në shumicë që Zemra Kuqezi të jetë Mario Mitaj. Një lojtarëve më në perspektivë të futbollit shqiptar. Aktualisht, pjesë e kampionatit arab ku luan yjet e mëdhenj të futbollit botror. Ai është bërë pjesë e rëndësishme e kombëtares, duke treguar maturi dhe nivel të lartë pavarësisht moshës së re. Mario Mitaj. Zemra Kuqezi. Urime, Mario, duhet jetë një fitore shumë e veçantë ajo që ta japin tifozët. Fillimisht mirëmbrëma juaj, jam shumë krenar dhe shumë i lumtur për këtë çmim. Këtë çmim tregon shumë dashnin dhe besimin që kanë tifozët e kun, dhe jam shumë krenar për këtë gjë. Faleminderit. Dua të falenderoj shumë kolegët e mi të kombëtarës, gjithë stafin dhe presidentin dhe gjithë federatën për kontributin dhe ndihmën që më kanë dhënë, dhe në fund du falenderoj shumë familjen time që vetëm unë di se sa kanë sakrifikuar shumë për mua, që t'jem unë këtu sot. Faleminderit shumë. Faleminderit Marion. Dhe tani do të vim tek çmimi lojtari i vitit i kombëtares son të futbollit. Po shtohet pak tension, avash. Edhe në fakt, ky trofe, ky çmim është shumë interesant, sepse janë vetë lojtarët që votojnë për njëri tjetrin, një votim i cili vitin e kaluar, e mbani mend, besoj, ngjalli absolutisht shumë interes në mbrëmjen gala. Nuk duket si kanë ndikuar në shoqërinë e lojtarëve, siç jo rando në artistët e këngës magjike. Dhe lojtarët kanë votuar sërish se cilin e mendojnë si lojtarin më të mirë të kombëtares për vitin 2025. Dhe përpara se të ndjekim votimin që ata kanë bërë, do të ftojmë në sken për të përshëndetur eventin dhe për të kurorzuar fituesin, kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë duhet bëjmë këtu tani? Mund të hapni zarfin, por nuk do ta themi emrin pasi të ndjekim votimin, nëse dëshironi të përshëndesni këtë mbrëmje me shumë kënaqësi. Mirë, faleminderit. Unë nuk dua të mbaj një fjalim se këtu jemi në mbretërinë e Armando Dukës, do flasim mreti vetë, po unë dua të në radhë parë komplimentoj mbretin për organizimin, është çdo vit më i mirë, çdo vit më spektakolar, dhe mbi të gjitha dua ta komplimentoj që ka rrit shumë edhe nivelin e të ftuarve, duke filluar nga një legjende
futbollit europian, botror, Esteban Cambiason, që e përshëndes. Dhe duke vazhduar me shefin e arbitrave të Italisë, Signor Rocklin, që e përshëndes. Ndërkohë që duke ju referuar një bisede që kam pasur fatin të bëj me Cambiason, më kujtohet një fjalë që më ka mbetur në mendje kur më tha që për të luajtur me fanellën e Argjentinës, një futbollist është gati që t'i dhuroj të dyja këmbët. Sepse realisht fanella e Kombëtarës, që edhe unë kam pas nderin ta vesh, po jo si lojtar i nivelit të Kreshdik Çipit apo të Mujo Targës, po si lojtar i nivelit të Balajt, që është i mirë për Albania. Mos më mërzit ti figurë, se do bësh dhe bab tash. Realisht është diçka komplet tjetër. Edhe ka që vërtet është kjo, sa që të gjithë kemi shumë të qartë, falë këtyre djemve të ekipit kombëtar që janë këtu të pranishëm, falë trajnerit Silvinjos, falë Pablos dhe gjithë ekipit drejtues të kombëtares, se si ajo fanell na përfshin të gjithëve në një lumë popullor emocionesh, ku edhe ne shqiptarët që nuk arrim të bëjmë bashkë as për orën, pa pritur ndjehemi të gjithë pjesë e të gjithës gjë dhe ndjehemi të gjithë si qelizat të njëjtit organizëm. Ky është ekipi kombëtar dhe kjo është vlera e jashtëzakonshme që ekipi kombëtar sjell, qoftë për ata që kanë privilegjin e madh të veshin fanellën, por qoftë dhe për ata që kanë fatin e madh që u qëlloi që të ndjekin ndeshjet e një kombëtare si kjo që kemi pasur në vitet e fundit. Edhe dua këtu me këtë rast përshëndes dhe ata që kanë hedhur bazat e kësaj historie suksesi, Debiazin, Edi Rejën, që janë këtu të pranishëm. Ne tani do të ndjekim insertin e votimeve të kombëtares për njëri tjetrin. Nëse dhe kjo pyetje më erdhi nuk di pse tani. Nëse do të bëni të ju një votim, pra u votuan këngëtarët e këngës magjike, u shpall më mirë, votuan vetë këngëtarët. Votojnë lojtarët e kombëtares, shpallet më mirë. Voton kabineti dhe ministri apo ministria më e mirë, ju mendoni se kush e fiton dhe ju për cilin apo për cilën do votoni të ju vetë. Jam kureshtar. Për ministrat e Shqipërisë po këtu? Po. Ta lejmë këtë muhabet me kombëtaren këtu se... Vërtet jam shumë kërë. Nëse do voton të kabineti për veten e tyre. Nuk e di si do voton. Për njëri tjetrin. Si me ndonë që... Po të votonin këta çunat për njëri tjetrin, do votonin për Armando Dukën. Nuk diskutohet. Kështu që... Ja ku shpall dhe fituesi i kabinetit për vitin 2025. Atëre ndjekim insertin dhe shohim votimin e lojtarëve për njëri tjetrin. Mirëmbrëma gjithëve, vota ime për lojtarin më të mirë shkon Mirto Ozuni. Zgjedhja ime për lojtarin e vitit është Kristian Aslani. Për mua futbollisti i vitit është Gjimshiti. Lojtari i vitit Qasim Laç. Mirëmbrëma gjithëve, vota ime për lojtarin e vitit shkon për Kristian Aslanin. Vota ime për lojtarin më të mirë të kombëtarëve shqiptarë shkon për Elmonaj. Përshëndetje, lojtari i vitit për mua është Mirto Ozuni. Vota ime shkon për Berat Gjimshiti. Më i mirë i vitit për mua është Mario Mitaj. Unë votoj Kristian Aslani. Për mua lojtari më i mirë i vitit është Berat Gjimshiti. Zgjedhja ime për lojtarin e vitit është Mirto Ozuni. Për mua lojtari i vitit është Ardian Ismaili. Lojtari i vitit për mua është Mirto Ozuni. Lojtari më i mirë shqiptar për këtë vit, në opinionin tim, është Arber Hoxha. Lojtari i vitit për mua është Berat Gjimshiti. Lojtari i vitit për mua është Rejmane.
Lojtari i vitit për mua është Berat Gjimshiti. Lojtari më i mirë i vitit është Myrtë Ozuni. Lojtari i vitit ka qenë për mua Julian Sheu, sepse impakti që ka pasur në vitin e fundit ka qenë shumë i madh për kombëtarën tonë. Vota ime shkon për Berat Gjimshitin. Ky vit për mua është viti i Myrtë Ozunit. Edhe këtë vit vota ime shkon për Berat Gjimshit. Lojtari i vitit për mua është Mario Mitaj. Për mua, përfundimisht, lojtari i vitit është Berat Gjimshiti. Lojtari i vitit për mua është Myrtë Ozuni. Ky vit për mua është Berat Gjimshiti. Ja, mos po jap zarfin se ishin zgjedhjet manipulume. E kisha emrin këtu përpara. Po si datas i vot Armando Dukës, po çfarë pas keni qenë? E lat pa vot gjithë çfarë lojtari ishin si është aty. Është vërtet kënaqësi, e them sinqerisht, që kapitenit kombëtarës ti lexoj, po ta lexoj emrin formalisht se duhet Berat Gjimshiti, thot. Edhe duket falenderuar për gjithë shka bën si forcë shëmbulli që jenë fush, edhe të falenderoj edhe që na bëre ta harrojmë Lorik Canën, se menum që nuk do na ndahej nga menja, po... Nuk harrote. Do më thënë në një farë mënyre e fute ke gjithë pensionistët që dalin këtu për të përshnet. Kështu që edhe ai ishi lumtur për këtë fakt. Kështu që të uroj akoma më shumë forcë edhe akoma më shumë vullnet për t'i drejtu të gjithë çunat aty nga prava via. Shpresojmë. Faleminderit. Urime. Mirëmbrëma të gjithëve. Viti 2-3. Viti 2-3 Berat, vitin e kaluar, erdhi nëna jote dhe të roqi këtë trofe, sonte faleminderit që erdhe vetë. Se pari, mirëmbrëma të gjithëve, ju përgëzoj për organizimin që keni bërë sot, ju falenderoj. Pastaj, besoj që mami jem vitin e kaluar ka bërë një figurë shumë atë mirë se sa do bëj unë sot, po prapë besoj falenderimi i parë do shkoje për çunat e kombëtarës, sepse pa ata nuk është një arritje që nuk vlen asgjë. Sepse futbolli është një lojë kolektiv, kështu që duhet t'i falenderoj shumë çunat, pastaj stafin dhe presidentin Duka, gjithsesi edhe kryeministrin që e kam këtu afër, faleminderit për këtë çmim, dhe më në fund, më të rëndësishmit, familja ime, që është gjithmonë pranë meje, dhe gjithë sakrificat që ka bërë për mua, dhe jam shumë i lumtur që jam këtu sot dhe e fitoj këtë çmim. Faleminderit Berat, faleminderit zoti kryeministër, faleminderit. Në fakt ardit lojtarët e kombëtarës na kanë dhuruar një vit të jashtëzakonshëm, një vit historik. Për herë të parë ne jemi kaq pranë botrorit. Për herë të parë në një short botror dëgjuam Albania. Për herë të parë skuadra jon do të jetë pjesë e play-offit në botror. Po përjetojmë një ëndër botrori. Dhe jo vetëm ju, por të gjithë jemi hedhur përpjet nga gëzimi teksa Albania shënonte vetëm ngritje në tabelën e klasifikimit. Edhe në fakt ajo që kemi përjetuar këta muaj nuk ishte thjesht futboll. Ne mund ta quajmë fare mirë një gëzim kombëtar. Çdo ndeshje, çdo pasim, çdo gol na ka afruar me ëndrrën për të cilën brezat të tërë kanë ndëruar. Ky emocion nuk harrohet, fal djemve që kanë veshur fanellën tonë me krenari dhe me zemër. Le të rikujtojmë së bashku disa nga momentet e ndeshjeve dhe gëzimit që do të mbetën në historinë e djemve kuqezi.
ëndër botrori. Ky është çmimi I cili do t'jetë kujtimi më I bukur për gjithë lojtarët e kombëtares son që na sollën kaq pranë kësaj ëndre të gjithë shqiptarëve. Dhe për të dorëzuar këtë trofe, ftoj në sken presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Armand Duka. Në fakt sa herë që e takoj kryeministrin, më pyet sa mandate ke, me sa duhet do të ndjekim mandatet e mia dhe të shpallet mbretëri I vërtet. Por në fakt mbretërit e kësaj mbrëmje janë jo vetëm çunat e kombëtares, por të gjithë futbollistët dhe futbollistet që kanë kontribuar gjatë këtij viti për futbollin shqiptar. Unë kam deri që t'i përshëndes gjithëve sonte në këtë mbrëmje të topit të artë 2025, I cili është më shumë se një ceremoni çmimesh. Është festa e futbollit, një gjuhë e përbashkët që lidh fëmijët që ndërrojnë me kampionët që na përfaqësojnë. Është çasti ku të ndalemi të shohim pas me mirënjohje dhe përpara me besim, duke nderuar jo vetëm gola dhe trofe, por edhe të gjithë ata që japin frym futbollit çdo ditë në këtë vend. Futbolli do të luhet gjithmonë. Është luajtur para nesh dhe do të luhet edhe pas nesh. Ajo që ka rëndësi është për atë çkosa I dedikohesh atij, ta bësh atë sa më të mirë dhe t'jemi krenar për gjurmët që lëm pas. I tillë ka qenë për ne dhe viti 2025 që po mbyllim, pasi ky vit shënoi një nga kapitujt më të rëndësishëm të historisë së futbollit tonë. Rezultatet e ekipit kombëtar, progresi I klubeve, tribunat e mbushura në ndeshjet e kombëtarës dhe pozicionimi I Shqipërisë në hartën e futbollit evropian dëshmojnë qartë se futbolli shqiptar ka hyrë në një etapë të re zhvillimi. Në muajin maj të këtij viti, pritëm një nga eventet më të rëndësishme të UEFA-s, kampionatin evropian për 17 vjeçar. Ndërsa në shtator, e shndërruam Tiranën në qendrën e futbollit evropian duke mirëpritur Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s. Këto ngjarje I treguan Europës se Shqipëria është e aftë të organizojë evente madhore me standarde të larta, duke reflektuar mikpritje, profesionalizëm dhe vlerat thellësisht të rinjosura në ADN-n tonë. Sigurisht që këtë vit emocionet më të forta na I dha ekipi kombëtar. Për herë të parë në histori, Shqipëria luan në play-off për kampionatin botëror 2026. Kjo fjali që dikur quhej e pamundur, sot është bërë realitet. Të dashur futbollistë e ekipit kombëtar, gjatë këtyre kualifikueseve ju keni qenë frymëzim për çdo fëmijë që ka veshur fanelën e futbollistit, për çdo familje që është mbledhur para ekranit, për çdo tifoz që ka brohuritur në shkallët e stadiumeve, si dhe për çdo shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Ne do të jemi krajush në çdo hap drejt ëndrrës tonë të madhe botërorit 2026. Por sonte, edhe pse emocionet e kombëtarës janë në zemrën e secilit nga ne, kjo mbrëmje u takon dhe atyre që mbajnë peshën e garës në vend, klubeve tona. Pikërisht për këtë arsye, angazhimi që morëm në Asamblenë e Federatës Futbollit këtë vit nuk është më thjesht një fjali në procedurbalet e mbledhjeve, por një realitet. 3 milion euro do të shpërndahen klubeve nga të ardhurat e Federatës të vitit 2026, të cilat do t'i shërbejnë rritjes së profesionale tyre, garave, stërvitje dhe vendeshjeve të kampionatit kombëtar. Futbolli shqiptar nuk kufizohet vetëm në 90 minuta në një stadium elitar. Ai përfaqëson një univers të tërë. Energjia e pulson në çdo cep të vendit. Në sistemin tonë janë regjistruar
27.867 njerëz të angazhuar në futboll si lojtar, trajner, arbitra e vëzhgues, ndërsa janë organizuar 14.354 ndeshje në të gjitha nivelet, nga kampionatet elitare deri në ato amatore. Veçanërisht inkurajues është rritja e numrit të fëmijëve në futboll, 10% për djem dhe 23.8% për vajza. Nëse i madhi i futbollit Johan Cruyff ka thënë ndeshja fitohet shumë përpara se sa të hysh në fushë, atëherë ne dim mirë se ato fitohen në projektet ku investojmë sot, në akademitë kur formohen të rinjt, në kurset ku trajnohen trajnerët, në infrastrukturën ku rriten gjeneratat e reja dhe në mbështetjen që i japim futbollit të vajzave. Sot, i nderuar kryeministër, më shumë se kur mendoj se ky bashkëpunim ka nevojë të thellohet. Futbolli, siç e kam thënë, shpesh është më shumë se sport, është mënyrë jetese, një shkollë disipline dhe karakteri për fëmijët tanë. Prandaj dua t'i inkurajoj të gjithë partnerët dhe institucionet të marrim së bashku një përgjegjësi më të madhe në vitet që vinë për të dhënë brezave të rinj shumë hapësirë, më shumë mundësi dhe një të ardhme të shëndetshme përmes sportit. Të dashur miq, po e mbyll këtë fjalë me një zotim të qartë që në 2026 nuk do të mjaftohemi me atë që kemi arritur. Do të synojmë më lart. Do të jemi më të rreptë me veten dhe më të guximshëm me ëndrat tona për futbollin shqiptar, sepse kjo është mënyra se si e jetojmë ne futbollin, si një forcë që na bashkon, na emocionon dhe na bën të besojmë se e nesërmja do të jetë më e mirë. Faleminderit të gjithëve që jeni pjesë e rrugtimit tonë, gëzuar mbrëmjen e topit tar, gëzuar festat e fundvitit, gëzuar vitin e ri dhe rroft futbollit shqiptar. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti president, dhe ka ardhur momenti të kurorëzojmë me çmimin ëndër botërori, K. Do t'i lexoj emrat që marrin çmimin ëndër botëror. Gjithë ne ndërrojmë shumë këtë botëror. Ne ndërrojmë jo vetëm ne që jemi në sallë, ato që na ndjekin nga ekrani, çdo shqiptar në çdo cep të botës ku jeton. Është gjëja më e bukur që mund të na ndodhi në vitin 26 dhe unë uroj shumë që ta arrijmë. Gjithsesi, çunat e ekipit kombëtar ne na kanë bërë krenar këtë vit, na kanë bërë krenar në Euro 2024. Do jemi gjithmonë krah tyre. Pa dyshim do dëshirojmë të jemi botëror, por çfarëdo që ndodhi ne do t'i mbështesim në çdo hap. Për të kthyer tek emrat, Berat Gjimshiti, Myrto Uzuni, Rej Manaj, Elsaid Hysaj, Kristian Aslani, Juli Sheo, Mario Mitaj, Naser Ali, Klisman Cake, Alen Sherin, Mario Dajsinani, dhe Nazmi Gripshi. Okej.
Qëndrojmë një moment, zoti president. Qëndrojmë një moment sepse e kemi parasysh se çfarë rrugtimi të gjatë kanë bërë gjithë këta djem në fazën e play-offit, edhe besoj ja vlen t'ju marrim një emocion për gjithë këtë rrugtim që ata kanë bërë. Shkurtimisht, kujt ja dedikoni këtë çmim? Në radhë parë dedikoj familjes time që më ka mbështet deri këtu ku kam arrit, edhe gjithmonë edhe stafi që më ka mbështet, edhe jam shumë i lumtur për këtë çmim. Mi brëma të gjithëve, këtë çmim ja dedikoj familjes time, gjithashtu dhe shokëve të ekipit. Mi brëma dhe i herë, ja dedikoj tifozëve shqiptarë dhe familjes time. Mi brëma të gjithëve, këtë trofe shkon për gjithë shqiptarët dhe veçanërisht për familjen time. Mi brëma të gjithëve, për familjen time dhe për gjithë ata çunat që punojnë për kombëtaren. Bravo. Mi brëma të gjithëve, unë shpresoj që kjo medalje të ndrojnë në mars, bëhet ndryshe, dhe duhet të jap gjyshit tem, sepse nuk vjen kur stadium, por është i vetmi tifoz që kam gjithmonë televizor dhe më kritikon mbas neshëve. Bravo. Mi mbrëma gjithve, këtë çmim do t'ja jepja Yllit, që është fizioterapisti që nuk është me neve. Edhe shpresoj që të gëzimin që nuk i kemi dhenë me përpara, inshallah të japim mars dhe të kualifikojmë në botror. Mi mbrëma të gjithve, këtë çmim normalisht familjes time, cilët kam besuar gjithmonë tek mua, edhe gjithë tifozëve shqiptarë të cilët kam mbështetur gjithmonë në çdo në fitore dhe në humbje, dhe normalisht shkon dhe për ata. Sigurisht që i bashkangjitem edhe unë familjes, po mas shumë ti çunit e madh, sepse ai gjithmonë mbas lojës kur kthejmë në shtëpi më kërkon trofe apo çmim, unë i them jam mbrojtës, nuk kam aq mundësi me fitu. Dhe shpresoj që mund ta përdori pak si lodër, po prapë do jetë shumë i lumtur. Kam edhe këtë treshen këtej nga krau tjetër, që sigurisht nuk do ta lija pa marrë nga një emocion. Unë ja dedikoj familjes time dhe klubit tim i cili ndodhem Shëndeja. Unë ja dedikoj këtë çmim familjes time. Desha t'ja dedikoj normalisht në radhë parë familjes time dhe nusës time, por një personi shumë veçantë për mu, që më ka rrit pothuajse me durët e tia, por që është nda vitin e fundit nga jeta. Ai është një legjend për mu. Paulin Doja. Emocionet vërteta. Nështë se kam pas në herë rastin për tja shprej publikisht, jam këtu në mes shumë mësusave, realisht jam gjithë trajnerët që më kanë stërvit edhe kanë dhënë një pjesë të unë, por që ai ka një kontribut shumë të madh. Faleminderit. Nuk do të ndahemi për një moment, unë erdha këtu në mes që të ndihem edhe unë një pjesë e kësaj skuadre dhe të festoj së bashku me ta, sepse ju jeni një familje, ju gëzimet i ndani bashk. Ndonjëherë kujtoheni, ndonjëherë harroni që dikush ka ditëlindjen dhe sot dikush ka ditëlindjen. Le t'ju urojmë ditëlindjen Alen Sherit që ka ditëlindjen sot. Edhe 100 Alen. Ja kush një dhurat nga organizatorët e këtij trofeu, fusha e futbollit dhe topi për Alen Sherin. Mendoje, përpara se t'i fryshin, po, mendoje dhe na e thuaj. Bëj shaka. Okej, atëre pritë ta këndojmë të gjithë së bashku. Ke kënduar ndonjëherë Berat? Po tjetër. Ke kënduar, okej. Atëre ndesim mikrofonin, provojmë 1 2 3. 1 2 3. Kapiteni udhëheq. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për Alenin, shumë urime për ty. Edhe 100 Alen, edhe 100. Faleminderit kaq që vetëm qirin se tortën do ta mbajmë vetë. Okej. Faleminderit president, do të jemi pas pak së bashku. Faleminderit çuna, gëzuar të gjithë. Edhe 100. Faleminderit. Okej. Joni dhe dashur, sepse tani ka ardhur momenti të vim tek 2 trofet e mëdha. 2 trofet e mëdha, por ne ndërkohë nuk dim se ku janë trofet, ku është Lenida. Ku është Lenida? Ku janë të shohim pak ku ndodhet Lenida? Atere, Paska arritur Lenida? Çfarë po ndodh? Okej. E shohim edhe në ekran.
Okej, ja, tani është e qartë. Makina po afrohet rreth hyrjes së teatrit të operas edhe baletit, nga ku Lenida do zbres bashkë me trofet më të rëndësishëm të kësaj mbrëmje, që janë trofet e topit të artë. Kam një surprizë, ta të shohim. Po ja ta shohim tani surprizën, se cila është surprizja e mbrëmjes së Lenidës, ndërkohë që ajo po zbret. Ja, ku është Lenida? Qënka me Capital T. Lenida dhe Capital T vinë në shkallët e teatrit operas kombëtar dhe baletit së bashku për të na sjellë 2 trofet. 2 trofet e rëndësishëm të mbrëmjes dhe tashmë e kuptuat që Capital T do t'jetë edhe i ftuari special i kësaj mbrëmje. Po le t'ju japim pak kohë që ata të mbrinë në skenë dhe ne të fitojmë pak kohë për publicitet. Jemi kthyer live nga Teatri Operas në Tiranë, një transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Klan, në mbrëmjen gala Topi i Artë. Dhe gjatë kohës publicitetit, ne ja ku kemi mbritur në skenë të katërt, edhe me Lenidën, edhe me Capital T, që është i ftuari special i mbrëmjes së sotme. Mirëmbrëma edhe një herë, kënaqësi të jem mes jush. Ka qenë një emocion i veçantë rrugtimi im sot, sidomos ndalesat tek talentët e Elite Youth Development Academy. Në sytë e tyre pash besimin dhe dëshirën për të ardhmen dhe jam e sigurt që pas disa vites shumë prej tyre do të jenë të nominuar dhe fituesit e trofeve të topit të artë. Është investimi kujdesshëm që bën Federata Shqiptare e Futbollit, të cilët kanë krijuar të gjitha kushtet që ai brez të jenë krenaria e së ardhmes. Ndërkohë kalojmë pak tek i ftuari special i mbrëmjes së sotme, që është Capital T, i cili ka një lidhje të veçantë me futbollin. Mund të thosha jo vetëm një lidhje, po le të mbetemi pak tek ajo që besoj e mbajnë mend të gjithë, që ishte kënga zyrtare kombëtare shqiptare në finalet e Euro 2024, pikërisht kënga Albani, e kënduar prej ti. Me që jemi në territorin tim futbollistik, më lejoni që t'i bëj unë një pyetje trimit. Kapital, çfarë emocioni të ka dhënë fakti që kjo kënga jote ka shoqëruar kuqezin tanë në këtë udhtim pa harrueshëm? Ka qenë derë dhe krenari, jam shumë i lumtur që kam qenë pjesë atij projekti, shpresoj që ja ka arrit qëllimit me u ndëgju edhe me u pëlqyer edhe prej shteteve komësive tjera. Kjo ka qenë qëllimi me promovu Shqipërinë, mja dhoni kohë pak ma ndryshe se sa patriotizmi zakonshëm, se kemi shumë këngë bukura patriotike, kjo ka qenë pak ma moderne. Besoj që ja kemi arrit qëllimit, qunat e kam bo punën e vetë, nave që e kena shiju prej ekranit, kështu që gjithçka shumë mirë. Atëherë, zonja dhe zotri, le të shijojmë entuziazmin që do të sjellë Capital T me këngën Albani. A din sa kisha vujt, mos me t'pa ty happy. E nëse është nevoja për ty qona shkrepi, kur gjos kisha kur sy, kejt për ty i happy. E soni vena ki, mos tanin Albani, o Albani, edhe mi pos dy jeta kejt i kisha vun për ty. Dardani, o Dardani, qëth ka kom shërpik, po e kom dit që s'ka ma mirë. Ka full për neve, a diqka gjaniva, qohet kon Tirana, Shkupi e Prishtina. Zemër o mik pritja që shetën tradita, mirë se vjen hajde rina. Toka o dukat e deti o si diamant, cilëm në përmale rina me Shqiponja ngat. T'kom thonë, jem nërë, një kam, një qak, një bes, një plan, për jetësisht me ty. Dardani, edhe mi pas dy jeta kejti kisha dhonë për ty. Albani, o Albani, gjithë ka kom shleti, po e kom di që s'ka ma mirë. Albani, o Albani, edhe mi pas dy jeta kejti kisha dhonë për ty. Dardani, o Dardani, gjithë ka kom shleti, po e kom di që s'ka ma mirë.
mi pas dy jeta kejti kisha dhon për ty. Dardani, o Dardani, gjithka kom shetit po e kom dit që s'ka ma mirë. Albani, o Albani, edhe mi pas dy jeta kejti kisha dhon për ty. Dardani, o Dardani, gjithka kom shetit po e kom dit që s'ka ma mirë. Faleminderit, suksesa, ju përshëndes, shumë faleminderit. Faleminderit Kapital T. Faleminderit. Kapital T dhe Dreams House Dance Academy. Dhe pas kësaj energjie fantastike që na solli Kapital T, unë besoj që jemi gati tani më për të ndarë 2 trofet më të rëndësishëm të kësaj mbrëmje. Jemi në kategorinë Top Art 2025 vajza. Ky është dhe trofeu i parë nga 2 më të rëndësishmit e mbrëmjes për sonte dhe ftojmë për ta dorëzuar presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Armand Duka. Edhe një herë. Ndërkohë, kush do të shpallet futbollistja më e mirë e vitit 2025? Ndjekim fillimisht nominimet. Top Art vajza: Jessica Ndoj, Arbiona Bajraktari, Megi Doçi, Giulia Gjindole, Ardit, me që jemi në përmirësi me sipër me spektaklin, më lejo të ndryshoj pak skenarin dhe të ftoj për të zbuluar titullin Top Art për vajza antarën e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, zonjën Anila Basha. Anila Basha vjen për të dhënë verdiktin për të shpallur fituesen e Top Art për vajza. Për vajza. Në këtë mbrëmje gold, na vjen një zonjë gold. Një zonjë art për kontributin e saj që je për Federatën Shqiptare të Futbollit, për të gjithë energjinë e saj që shpenzon për Federatën, për ta promovuar, për PR-in, për mbështetjen dhe mbi të gjitha për vajzat që kanë kurajon dhe që vinë dhe që korin suksese. Faleminderit. Faleminderit. Ishte surprizë kjo. Në fakt, i takon gjitha gocave, edhe kemi punuar shumë, sidomos ky vit ka qenë emocionus për të ndënjur me kombëtaren shqiptare në Ligën B dhe ja arritëm. Por edhe kampionati shqiptar ka njohur absolutisht zhvillime të jashtëzakonshme tek vajzat. Por topi art shkon tek... Më lërë pak, thjesht për bukuri. Shkon tek lojtarja jon Megi Doçi. Një nga futbolistet më cilësore shqiptare, lidere prej vitesh e vllaznis dhe pjesë kyçe e kombëtare së vajzave, e njohur për shpejtësinë, teknikën dhe vendosmërinë. Ajo ka kontribuar ndjeshëm në sukseset më të mëdha të futbollit të vajzave në Shqipëri. Megi Doçi. Edhe me presidentin fituese e çmimit Kpuca e Art dhe fituese e Top Art. Megi Doçi. Megi, i ke rreshtuar trofet, të kam mbetur në një ëndër pa realizuar? Po besoj se u rikthyer në duart e asaj që i përkiste. Okej. Realisht, çdo top, çdo Kpuca Art
ka emocionet e saj, ka sakrificën e saj brenda, shumë djers, shumë mund, shumë munges familjes, pasi gjatë gjithë kohës jemi në përgrumullime, si me ekipin kombëtar, po ashtu edhe me vllaznin, edhe na mungon shumë familje dhe realisht marrin vetëm prekës të shtëpia. Kështu që për gjithë këto mungesa është një shpërblim shumë i madh. Realisht do të falenderoj patjetër vllaznin, familjen time, patjetër dhe shoqet e ekipit kombëtar, trajnerin e ekipit kombëtar zotin Armir Grima për mbështetjen që më ka dhënë gjatë gjithë kohës. Patjetër nuk do të harroj presidentin e federatës, zotin Armand Duka për mbështetjen që i jep futbollit femrave. Patjetër nuk du të harroj edhe gazetar, trajner që më kam mbështetur gjatë gjithë kohës. E di që shumë gazetar kam prit që të ndryshohet emri jam, po unë ja ku jam sërish jam këto. Kështu që do të jem prapë sërish duke fitu këta çmime. Nuk du të lë pa përmend në fakt edhe shumë media të Shkodrës, që sidomos Gazeta Shkodra Sport, që merret krahasisht me çmimet që u marr me statistikat e mia, duke qenë se unë kam shënuar dhe 800 gola sapo i kam mbyllur, edhe shumë tjerë priten që do t'i thyrë këto rekorde. Kështu që nuk duhet lë pa përmendur patjetër edhe tifozat e vllaznisë që janë gjithmonë aty krah meje. Kështu që faleminderit gjithëve. Megi, 5-6 këpuca të arta, siç the vet. Sa janë në fakt këpuca e artë? 5 apo 6? Realisht është dënë, nuk është dënë gjatë gjithë kohës, pra vit pas viti, por janë gati 5 këpucë të arta dhe 5 topat artë. Dhe 5 topat artë. Cila është ëndra jote? Ëndra jote, cila është? Ke ndonjë ëndër, cila është ëndra jote? Po, diçka më mbetet peng, pasi në lojën ndaj Real Madrid, besoj se meritoja lojtare e ndeshjes, player of the match, edhe ajo që më mbetet peng është që do doja të konkuroja për topin e artë në botë. Ta urojmë sukses me zemër. Faleminderit Megi. Faleminderit. Ka ardhur momenti të ndjekim fituesin e topit të artë për djem. Zoti President, ndjekim nominimet. Topi i artë, djem. Baton Zabërgja. Mario Dajsinani. Devi Bregu. Bekim Balaj. Fituesi i topit të artë djem për vitin 2025 shpallet Bekim Balaj. Një nga zënjësit më të spikatur shqiptar në kampionatin A-Biznes Superiore, me një karrierë të gjatë në kampionatet të ndryshme europiane dhe gola vendimtar me kombëtaren. Ai njihet për forcën fizike, luftën në çdo duel dhe shpirtin e sakrificës. Bekim Balaj. E te përum pak në shkodron, sonte. Realisht, du të nisi me një falenderim për djente e ekipit kombëtar, që nga kanë ba këtë vitartë për gjithë shqiptarët. Më them nga kanë ba të ndërojmë për botërorin, kështu që i falenderojmë gjithë. Me që jena të kombëtarja, du të falenderoj misterin tim parë, Gjani Devjazin, pasi e takova këtu. Më kallon mundësin të vesh fanellën e ekipit kombëtar, ndjenjë krenarie e madhe. Për të kalute topi artë, një triplet personale që e pa plotësuar, mund të them, e pa plotësuar për pa titullin kampion. Një titull që në Shkodër e presim, një pritje që zgjat, një pritje që i mërzit gjithë, e nështë deri diku
jam i lidhun me qytetin edhe me Shkodrën, edhe e kujtoj pak dhe me vitin që shkoj, thanjët njerëzve, do më thonë Shkodrë, Shitakosha, ti i gëzosh trofet po kupen kur po na bjen. Do më thonë, fitimi i titullit është këty në opcion Shkodër, realisht vitin që shkoj, i shku më afër, humbem një finale, por që nuk dorëzohemi. Nuk dorëzohemi, jam i bindur që do kthehena me presidentin Xhaferin Kry, me profesor Edi Martinin dhe me gjithë atë grup fantastik djemë që kena, do kthehena, do tentojmë deri në fund titullin kampion. Faleminderit Bekim. Kjo ishte mbrëmja gala Topi i Art 2025. Tani, unë besoj që të gjithë protagonistët, ata që i kanë marrë të gjithë çmimet edhe trofet e mbrëmjes së sotme, është momenti të vinë në sken për një foto finale me të gjithë. Unë uroj një vit plot sukses për futbollin shqiptar. Falenderoj të gjithë futbollistët shqiptar, trajnerët, arbitrat, tifozët, Federatën Shqiptare të Futbollit që japin Shqipërisë së vogël një emër të rëndësishëm në futbollin botror. Ne do të shihemi së bashku në një vit të gjatë dhe uroj plot sukses. Faleminderit gjithëve, faleminderit Ardit që na bëre pjesë. Natën e mirë. Faleminderit gjithëve që ishit me ne. Natën e mirë. Paqim.